Mirë se vini në kanalin ton, mos harroni të bëni subscribe dhe të klikoni si përzdiles për të marrë njoftimet më të reja. Faleminderit! Kur mos i përdorni hitrat nëse vuani nga këto 4 probleme shëndetësore. Kush duhet të ketë kujdes me përdorimin e hitrave? Gratë, shtatzëna dhe ato që ushqejnë fëmijën me gjy. Hitrat djegëse nuk janë të sigurta për të përdorur gjatë shtatzanisë. Ato mund të stimulojnë kontraksionet dhe të shkaktojnë abort. Duhet të shmangni përdorimin e tyre gjithashtu nëse po ushqeni fëmijën me gjy. Diabet. Ka të dhëna që tregojnë se gjethet e hitrës mund të ulin nivelin e sheqerit në gjak, prandaj njerëzit të cilët marrin trajtime për diabetin duhet që të kenë kujdes me përdorimin e kësaj bime mjekësore, pasi mundet që të rrisë rrezikun për ulje shumë të madhe të sheqerit në gjak. Mund ta përdorni atë vetëm duke monitoruar me kujdes sheqerin në gjak nëse keni diabet. Tensioni ullët i gjakut. Gjethet e hitrës munden që të ulin tensionin e gjakut. Nëse keni tension të ullët të gjakut, konsultoni me një mjek nëse mund ta përdorni këtë bimë mjekësore. Probleme me veshkat. Gjethet e hitrës shkaktojnë shkarkimin e urinës. Nëse ju keni probleme me veshkat, atëherë konsultohuni me mjekun tuaj para se të nisni përdorimin e hitrave. Dozat. Dozat e duhura të hitrave varen nga një sër faktorësh si për shembull mosha e përdoruesit, gjendja shëndetësore dhe gjithashtu shumë faktorë të tjerë. Aktualisht nuk ka mjaftueshëm të dhëna shkencore për të përcaktuar dozat e sakta për hitrat. Mos harroni që produktet natyrale nuk janë gjithmonë të sigurta dhe dozat e tyre kanë shumë rëndësi. Për të siguruar për efikasitetin e tyre në shëndet, mos harroni që produktet natyrale duhet që të merren më parë me konsultimin e mjekut. Vlerat e lëngut të hitrës për zemrën dhe organizmin. Siç e përmendëm, hitra nuk mund të përdoret njësoj nga të gjithë. Hitra është një bimë e egër e cila përdoret rregullisht në Shqipëri. Lëngu i hitrës ndoshta nuk futet në listën e zgjedhjeve të preferuara të çajrave për shumë konsumator. Megjithatë, ky lëng është i shijshëm dhe plot vlera sepse arrin që të ulë gjithashtu dhimbjet, qetësoj alergjitë, përmirësoj sistemin imunitar dhe të mbrojë zemrën. Po ashtu ai përmirëson tretjen, largon inflamacionin dhe shëron problemet me lëkurën. Hitra është një bimë e egër e cila përdoret rregullisht në Shqipëri. Hitra gjendet kudo në vendin ton, ndërsa emri i saj shkencor është urtja dionika. Për mijëra vite me radhë, hitra është përdorur gjerësisht, jo vetëm si burim ushqimor dhe fibrash, por edhe për mjekësinë bimore. Nëse hitra përdoret si një burim ushqimor, duhet të dini që ajo është e pasur me proteina njësoj si spinaqi. Hitra mund të thahet dhe të përdoret për çaj. Lulet e bimës së hitrës përdoren kryesisht për përgatitjen e këtij çaji. Çaji i hitrës nga ana tjetër ka një efekt të menjëhershëm në organizëm për shkak të flavonoidëve, karotenoidëve, vitaminave dhe mineraleve. Hitra është veçanërisht e pasur me kalcium dhe magnez, madje më shumë se barishtet dhe zarzavatet e tjera. Këta ushqyes merren direkt nëpërmjet çajit të hitrës, i cili është shumë i kërkuar në mbar botën. Disa vlera befastuese të hitrës janë të renditura në këtë video. Shëndeti i veshkave. Vlerat më premtuese të lëngut të hitrës kanë të bëjnë me veshkat. Ky lëng ka efekt diuretik dhe ndihmon gjithashtu edhe në stimulimin e urinimit të shpeshtë dhe të shëndetshëm. Lëngu i hitrës gjithashtu përmirëson edhe shëndetin e prostatës dhe parandalon zhvillimin e gurëve në veshka. Sistemi imunitar. Flavonoidët dhe karotenoidët, të cilët gjenden tek çaji i hitrës së bashku me sasinë e lartë të vitaminës C, i japin kësaj pijeje efikasitet të plotë në lidhje me fuqizimin e sistemit imunitar. Shëndeti i zemrës. Shkencëtarët kanë zbuluar një lidhje të drejtpërdrejtë mes konsumit të rregullt të hitrës
dhe uljes së tensionit të gjakut. Përbërësit anti-inflamator si kaliumi ndihmojnë në uljen e presionit të arterieve dhe enëve të gjakut. Në këtë mënyrë ata përmirësojnë qarkullimin e tij dhe fluksin e oksigjenit në çdo pjesë të organizmit. Një gjë e tillë ul shanset për atakun në zemër, isheminë apo komplikacionet e tjera kardiovaskulare. Tretja, antioksidantët dhe vetit kundër inflamacionit të lëngut të hithërës e bëjnë atë fantastik kundër problemeve me tretjen. Lëngu i hithërës ndihmon gjithashtu në rimëkëmbjen e shëndetit të gjithë aparatit tretës dhe njëkohësisht arrin që të promovojë edhe rritjen e baktereve të dobishme. Nga ana tjetër, edhe shëndeti i lëkurës është një metodë mjaft efikase. Lëngu i hithërës ka efekt qetësues dhe njëkohësisht ai ndihmon edhe në lehtësimin e simptomave të akneve, ekzemës, irritimeve apo njollave të tjera të lëkurës. Ju mund ta pini këtë lëng për të përfituar këto efekte ose mundet që ta përdorni lëngun për të lyer zonat tuaja të prekura në lëkurë për të siguruar një përthithje maksimale. Osteoporoza. Lëngu i hithërës përmban shumë minerale të shëndetshme, përfshirë kalciumin, magnezin dhe gjithashtu hekurin. Kjo e bën këtë lëng të jashtëzakonshëm për njerëzit të cilët vuajnë nga anemia, por edhe për parandalimin e sëmundjes, e cila gërryen kockat me kalimin e moshës, ul dhimbjet dhe inflamacionin. Lëngun e hithërës ju mundet që ta përdorni për të ulur dhimbjet e muskujve, shpinës, kokës, lëndimeve të lëkurës e të tjerë. Ky lëng është kaq i fuqishëm sa që pa mbaruar së piri, ju do të vini re se dhimbja ka ikur. Aplikimet e jashtme të lëngut të hithërës janë gjithashtu po aq efikase, madje më të drejtë për drejta, por gjithnjë sugjerohet që ta pini lëngun e hithërës për të përfituar sa më shumë prej tij. Si të përgatisni lëngun e hithërës? Vendoseni hithra të thata ose të freskëta në një çajnik. Hidhni ujë dhe vendoseni çajnikun në zjarr. Dhe për një filxhan me hithra juve do t'ju nevojiten 2 filxhan me ujë. Çajin ju mundet që ta bëni më të fortë duke hedhur më pak ujë ose më të lehtë duke hedhur më shumë ujë. Sapo uji të nisë dhe të ziejë, hiqeni nga zjarri dhe lëreni të ftohet për pak minuta. Më pas kullojeni dhe hidheni në filxhan. Disa njerëz preferojnë të shtojnë pak sheqer, por edhe mjalti është një zgjidhje ideale. Mund t'i shtoni dhe akull nëse dëshironi. Lëngu i hithërës gjithashtu është mjaft efikas edhe për problemet me kyçet. Për këtë lëng juve ju nevojitet një filxhan çaj me hithra të freskëta dhe 2 filxhan lëngu me ujë. Mbani doreza gjatë pastrimit të hithrave dhe lajni me ujë të bollshëm. Më pas hidheni në tenxhere dhe lëreni që të marrin gjithashtu një val. Uleni zjarrin dhe lëreni që të ziejë për pak kohë. Menjëherë më pas kullojeni lëngun dhe pijeni. Shtoni mjalt në qoftë se do të dëshironi. Mirë po, në qoftë se gjendja juaj është kronike dhe ju nuk keni asnjë përmirësim, më e mira që mund të bëni është që të shkoni tek mjeku për të bërë vizitat e duhura dhe për të marrë trajtimin e duhur. Duhet të dini se këto informacione nuk kanë për qëllim të zëvendësojnë ilaçet e përshkruara nga mjeku. Para se të përdorni këto receta të mjekësisë alternative, ne ju sugjerojmë që të këshilloheni më parë me mjekun tuaj. Nëse ndonjë prej këtyre përbërësve ju shkakton alergji, e mira është që të mos i përdorni këto receta të mjekësisë alternative. Nëse doni të dëgjoni videot tona që ne postojmë çdo ditë, kliko subscribe. Ju ftojmë gjithashtu të bëni like në videot tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyer ato. Faleminderit që e pat videon ton. Shpërndajeni këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Faleminderit.